jetë rreth 4 miliardë euro, rritjen e pensioneve të shtesave për fëmijë, shtesave për lehona dhe të pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, pastaj kompletimi i reformës së asistencës sociale. Natyrisht që lajmi i parë është se buxheti për vitin 2026 do të jetë rreth 4 miliardë euro, nga të cilat qereku apo parafërsisht 1 miliardë euro do të jenë për investime kapitale. Risi tjetër është edhe paga e 13 për të gjithë punonjësit në sektorin publik, pra kushdo që punon 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë fund vitit do ta përfitoj edhe pagën e 13. Por jo vetëm kaq, është përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë varësisht nga përvoja e punës, me që rast kjo rritje është gjysmë pikë të përqindjes, 0,5% për çdo vit përvojë pune, e më herët për 15 vitet e para përvoja ka qenë e vlerësuar me vetëm 0,25% për vit. Pra kemi dy fishim të vlerësimit të përvojës së punës në pagën e gjithëmbarshme për punonjësit. Kjo pra përkthehet në rritje shtesë për të gjithë ata të cilët punojnë në sektorin publik, gjithnjë varësisht nga vitet e përvojës punës. Në këtë buxhet të rritur të shtetit tonë, natyrisht që parashihet edhe rritje e shpërndarjes dhe rishpërndarjes si aspekt i fortë social i programit tonë qeveritar. Përkatësisht kemi rritjen e pensioneve të shtesave për fëmijë, të shtesave për lehona dhe të pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, pastaj kompletimi i reformës së asistencës sociale dhe mbështetje të tjera për familjet. Kemi shtuar buxhetin për banat esenciale, për kulturën edhe për sportin, dhe gjithashtu po e rrisim mbështetjen në ndërmarrësi, në sektorin privat dhe për fermerët tonë, duke mos harruar edhe investimet në infrastrukturë publike. Është rëndësishme të funksionojmë gjithnjë më mirë, të vazhdojmë qeverisjen e mbarë dhe gjithçka po bëhet duke respektuar dispozitat ligjore e kushtetuese. Por ajo çfarë ndoshta duhet përmendur edhe më shumë për ditën e sotme është fakti që siç kemi premtuar, po i rrisim pensionet, pensioni bazik i moshës nga 120 euro sa është aktualisht, do të bëhet 150 euro, dhe kjo nënkupton që 200.000 pensionistë në Kosovë do të përfitojnë nga kjo rritje substanciale. Para 4 viteve gjysmë, kur kemi ardhur në detyrë, pensioni bazik i moshës ka qenë 90 euro, dhe për më pak se 5 vjetë, pensioni bazik i moshës po bëhet 150 euro. Pra, nga 90, 150, 90 plus 60, e 60 në 90 është 2/3. Pra, rritje 67% e pensioneve për brenda mandatit tonë qeverisës. Dhe, natyrisht, pa harruar faktin që kemi pas mbështetje nga 100 euro të njëhershme për pensionistët 5 herë brenda 4 viteve. Përveç kësaj rritje të pensioneve, kemi pasur 5 herë mbështetje gjatë 4 viteve. Kjo i bie që tash tuti do të kemi pagën e 13 për punonjësit në sektorin publik, mirë po pensionin e 13 pensionistët e kanë marrë në qeverisjen tonë. Pra kanë pas pension të 13 përveç se ai po rritet tani. Sektorin privat nuk do ta lëm anash, aty punëtorët do t'i mbështesim. Ju e dini që paga minimale, kur kemi ardhur në qeverisje, ka qenë e dyzuar varësisht nga mosha. Nëse ke pasur më pak se 35 vjet, mosh, paga minimale ka qenë vetëm 130 euro. Ndërka që nëse ke pasur më shumë se 35 vjeç mosh, paga minimale ka qenë 170 euro. Ne e bëm 264, ne e bëm 350, dhe sot morëm vendimin për 425 euro, pagë minimale nga 1 janari 2026, ndërka që
500 euro nga një korriku i vitit 2026, në mënyrë që edhe ndërmarrësit, pronarët e kompanive të mund të përshtaten në mënyrë më graduale dhe jo të përnjëhershme. Pra, kemi një rritje të pagës minimali prej 150 euro, nga 350 euro në 500 euro, por e kemi ndarë në 2 faza nga 75 euro. Njëra me 1 janar të vitit arshëm dhe tjetra pas 6 muajve me një korrik të vitit 2026. Natyrisht në fokus të qeverisjes sonë, se askush asnjëherë para nesh, janë nënat dhe fëmijët, dhe pasi që kemi shtuar mbështetjen për pushimin e lehonis në një mbledhje të mëhershme të qeverisë, kësaj radhe kemi shtuar shtesat për fëmijë, me që rast ju e dini që nëse një familje, një nën ka 2 fëmijë, i ka pasur shtesat nga 20 euro në muaj për ta. Ndërkaq nëse ka pasur 3 më shumë fëmijë, shtesat kanë qenë nga 30 euro në muaj. Tash këto po rritën për 50% me vendimin që porsa morën në këtë mbledhje në 273 të qeverisë. Mbështetja që ka qenë 20 euro, bëhet 30 euro, ndërkaq mbështetja që ka qenë 30 euro, bëhet 45 euro. Rritje prej 50%. Në këtë mënyrë, nëse një familje i ka pasur 2 fëmijë, ka marrë mbështetje në muaj prej 20 euro, për fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, dhe tash në vend se 40 euro, i merr 50% më shumë, i merr 60 euro. Ndërkaq nëse i ka pasur 4 fëmijë, i ka marrë 120 euro, 4 herë 30, 120 euro, ndërkaq tash i merr 180 euro, 50% më shumë. Një familje me 4 fëmijë. Nëse i ka pasur 3 fëmijë, i ka marrë 90 euro, e tash i merr 135 euro, sepse 45 euro më shumë. 50% rritje për shtesat për fëmijë, onë mban Kosovës 5-0 deri në 16 vjeç. Pra, gjithashtu një lajm shumë i mirë, por le ta përmbyllim me atë që filluam. Buxheti vitin e ardhshëm rreth 4 miliard, ndërkaq bruto produkti vendor do të jetë rreth 12 miliard. Bashkë me Ministrin e Financave Hekuran Muratin, kur kemi marrë detyrën para 4 viteve e gjysmë, bruto produkti vendor që na kanë lënë paraardhësit ka qenë 7 miliard.